buzet e heshtur dhe kupton nga afër se edhe relikët që ballte dikur si çanta, syzet, kupat apo medaljet të duket se flasin në emrin e tij. Një vlerësim figurës së Gjeri Kasës që ka dashur sportin që në moshë të re dhe e formuluat një vit pa Gjergjin. Unë i them me bindje të plot që megjithëse është një vit pa Gjergjin, ku Gjergji ka munguar komunitetit Firak, i ka munguar sportit shqiptar dhe në vend çati sportit Firak dhe sportit boksit që tërkohën është përkushtuar këtij sporti. E ka dashur sportin e boksit. I ka trajtuar sportistët në radhë parë si prind, si mësues, pastaj si trajner. Dhe ata e kanë vlerësuar. Dhe duke e vlerësuar, ai ka bërë një figurë shumë të mirë në sportin. Viti shumë shpejt dha rezultatet e saj dhe për 2 vjet rresht radhas i Gjergji doli kampion kombëtar përgatitur dhe në vitin 1962 dhe 1963. Për gjithë boksierët që merrin pjesë në ato vite, ishte fatkeqësi se në vitin 1963 sporti i boksit u ndërpre, se u quhet sport borgjes, kështu që ëndrat e Gjergjit për një aktivitet ballkanik evropian botëror kështu me radhë, si për gjithë të tjerët u ndërprende ato. Unë me Gjergjin njifem prej vitesh, ishin pikërisht vitet 1960, kur ai debutonte shkëlqyshëm me të rritë e Partizanit. Por ai kishte disa cilësi të ralla, ishte një iniciues, ishte një organizator dhe një djalë për të vënë në jetë. Mbetet gjëja e shtrejtë e Gjergjit, që në bankat e shkollës ai njohu vajzën e ëndrave, Teftën, të cilën do ta kishte bashkëshorte dhe nënën e 3 fëmijëve, Arturit, Albanës dhe Heralit. Ndërsa rriteshin fëmijët, ai ushqente dashurinë dhe pasionin për sportin, madje djali i madh Arturi do ta justifikonte qëllimin e tij, duke u bërë basketbollist e më pas trajneri i ekipit të basketbollit, rol të cilin e luan edhe sot. Si nga të rashkohet, i lumë që në këmët, po është përblefsha për të mira në gëzimet gjithë, vëzëri, motra, të gjithë dashurit, në rofshi. Babai entuziast, shfaqi i tillë në shumë momente, por kulmi arrinte kur ai martoi djalin apo vajzën, elegant dhe i mrekullueshëm, me një fizik për ta patur zili, ai kërcente si të ishte balerin. Me kaq emocion, ai përcillte edhe takimet me shokët apo shoqet e klasës në ditë të shënuara apo qoftë edhe rastësisht. Unë ndihem shumë krenare për bashkëshortin tim dhe njoja ime ka qenë në vitin 1967, kur unë shkolla për studime në Shkollën e Bashkuar. Atje njoja ka qenë shumë simbolike, jemi njohur në një përvjetor në Pezë dhe kemi bërë një marshim, të dy kemi jetuar. Unë vazhdova punë me stërvitje me shkollat e mesme, po kështu dhe Gjergji vazhdoi me shkollat e mesme dhe shkollat e lira ushtarake. Pas një foto të viteve të hershme kur ishit fëmijë dhe që natyrisht si çdo fëmijë del me babain, por gjithmonë i qepeshe pas për të marrë cilësitë e tij. Sa mendon se ja ke arritur, duke u bërë sot edhe një nga trajnerët kryesorë të basketbollit Firak dhe shqiptar? Ai që të vogël mua më ka marrë me veten në çdo aktivitet sportiv që zhvillohesh në qytetin tonë, si të basketbollit, po ashtu me vazhdimsinë e sportit të boksit. Miles nuk më ka detyruar fare të futem dhe unë kësaj fushe, po duke parë që ishte një kënaqësia ime duke u shyer që i vogël, edhe unë vazhdova të merresha në sportin, fillimisht si basketbollist me ekipin e të rinjve,
vazhdojva Institutin e Lartë të Kulturës Fizike Vojo Kushi dhe u bëra krah për krah koleg me babain tim. Dhe kam ndjer kënaqësi më të mëdha kur shikoja që babai im triumfonte dhe mundohesha të rrëmbeja shumë gjëra nga figura e tij. Ja çfarë kujtojnë kolegë, miq dhe familjar për këtë fillim historik të tij në qytetin e Fier. Dhe më vitet 91, me vitet e demokracisë, kur boksi ishte përsekutuar 28 vjet rresht me radhë, Gjergji me shumë shokë të tjerë u fut në shoqat për krijimin dhe ngritjen e boksit dhe ringjalljen e boksit në Shqipëri dhe është iniciator për këtë problem. Ndikon shumë pozitivisht, shumë shpejt boksi me atë kuadër që kishte ngelur dhe me apasionantë të tjerë të boksit, ngritën dhe formuan dhe federatën dhe në kohë Gjergji vetë mori përsipër të ngrëri ekipin e boksit në Fier, pra ekipin e Apollonisë. Unë ju them që pas viteve 90, pasi me futën e pluralizmit, Gjerkasa ishte një nga iniciatorët që e ngriti sportin e boksit në qytetin e Fierit. Ishte iniciuesi dhe iniciatori kryesor për rikrijimin e shoqatës së boksit të klubit sportiv Apollonia. Dhe pikërisht ai mori menjëherë kontakt me stafin drejtues të asaj kohe dhe krijoi të gjitha strukturat duke u paraqitur në gjithë veprimtaritë kombëtare me grup moshët. E nisëm boksin bashkarisht, ishim një grup trajnerësh me në krye Gjergjin, Neckoga, në Kia Bazë, Ziniqato, vazhduam që në kampionatin e parë, suksesi e dha ekipi Fierit, duke nxjerrë kampion kombëtar, Sallakës, se Gjergji ka qenë Sallakës, tipik si lojën që bënte Gjergji. Pushtoi miliona zemra, brenda të cilave ishte edhe tiktaku i djaloshit Fierak. Ndaj sot, po e sjellim në pak sekonda kalinkën e famshme, këtë ëndër të shpirtit të tij, ku prehet i qetë në qytetin pa jetë, dhe menjëherë pas saj intervistat dhe vlerësimet për rolin që ai pati në zhvillimin dhe afirmimin e vlerave të sportit të boksit. Stërviti djemë të mirë dhe 3 vite rresht, vitet 96, 98, 2000, ka nxjerrë ekipin e Apollonisë të erë kampion kombëtar. Dhe në kampionatin e të rive Europian në 2006, po prap ishte antari ekipit, trajneri ekipit kombëtar, ku aty i filloi dhe sëmundja që nuk e solli më në jetë. Teren ishte pikërisht iniciuesi që futi, domethënë bashkëpunoi me qendër kulturore të fëmijëve pranë këtij klubi dhe aty brez pas brezi ai ka furnizuar ekipet përfaqësuese qoftë në veprimtaritë tona kombëtare ashtu dhe ato ndërkombëtare. Ishte një djalë pasionant, por unë vlerësoj edhe në drejtimin organizativ. Ishte pikërisht Gjergji nga një etapë në tjetrën i zgjedhur edhe në Këshillin Teknik të Federatës Shqiptare të Boksit, ku ai ka dhënë kontribut të mjaftueshëm dhe ka ndikuar për resurinë e boksit ton kombëtar nga një etapë në tjetrën për zhvillimin sa më cilësor të boksit ton. Ishte njeri i kërkues për të futur pra teknikën bashkëkohore në dy luftim dhe këtë e ka demonstruar edhe në takimet ndërkombëtare. Unë për Gjergji mund të flas shumë, e kisha një profesorin tim, e kisha një kolegun tim që gjatë gjithë kohës kishte një sede profesionale dhe ishte korrekt në lidhje me mësimdhënien dhe njëkohësisht ishte një kërkues i madh në aspektin e disiplinës dhe të përgatitisë fizike. Gjergji bashkë me ne ka del kampion për kadetët në vitin 96, kampion për senior në vitin 98, kampion për senior prapë në vitin 2000 që zhvilloi në Fier, disa herë në kampion. Gjergji kishte veti të rralla në lidhje me sportin. Ishte shumë ambicios, donte me çdo kush, ambicios në lidhje me rezultatet, donte me çdo kush që Në vitin 2006
sëmundja e lëndoi, i erdhi pa pritur dhe në fund fare jetën e ka dhënë në kampionatin europian që u zhvillua në Tiranë dhe ai e kishte ëndër. Unë aty kam shkuar, e kam tërhequr nga sporti me qëllim se e kuptoja që ishte i smur. Aty kam mundur t'i bëj një skaner dhe disa analiza dhe njerëzit e tij të afërm të gjithë u mblodhën për ta tërhequr, po ishte pamundur. Gjergji deri ditën e fundit ka vazhduar kampionatin dhe në fund kur është kthyer në shtëpi unë kam kuptuar se Gjergji me vështirësi shumë të mëdha e ka ndjekur atë kampionat. Që atë ditë erdhi Gjergji në shtëpi dhe nuk ka lëvizur më, nuk doli dot më nga shtëpia sepse ai nuk arrinte t'i ngjiste shkallët për të zbritur, mund t'i zbriste ndërsa për të ngjitur jo. Dhe kënaqësia e tij më e madhe ka qenë në fund kur nga Studia Apollon e kërkuan, kishin organizuar një emision për të folur për sportin e boksit. Unë duke ditur gjendjen e tij nuk desha që të shkonte sepse kisha frikë, mbasi aty i merresh fryma. Dhe Gjergji më ka thënë, gruat kanë kohë që i kanë përgatitur këtë dhe unë me shpirt më dhëm do vete, po ti mos ki merak. I thash jo do vi dhe unë atje, që të ri jashtë dhe të ruaj se mos ti smuresh. Mos ki merak, tha se unë do marrë bodyguardin tim. Dhe aty ka marrë Mipçen, e ka mbajtur aty dhe ai e ka kryer detyrën më së miri, rinte shikonte të gjyshin në sy. U kthye në shtëpi, shumë i lumtur që kishte përfunduar një emision të tillë, sikur ta dinte që do ishte i fundit. Ndërsa shpresat e mia ishin shumë të mëdha. Gjatë muajit gusht ne kemi vazhduar akoma tentativat për ta çuar jashtë, por sëmundja i avancoi dhe në 26 gusht të vitit 2006 Gjergji nga fund të jetës së tij, po ne si familjar na duket se ka ikur shumë i lumtur, sepse asnjëherë nuk e dha veten dhe ishte shumë burror. Asnjëherë nuk tha që jam i smur. Vetëm që preu ushqimin dhe na kërkonte ne të gjithëve të na shikonte rreth e përqark. Ndjem krenar kur vete nëpër qytete që zhvillojnë ndeshje me ekipin e basketbollit, shumë miq të tij vinë më takojnë, më respektojnë, ka shumë që nuk e dinë që babai im ka ndruar jetë dhe ndjem krenar për këtë që ai ka lënë gjurmë në gjithë Shqipërinë, për mos thënë dhe jashtë kufive. Dhe në qytetin e Fierit unë ndjem krenar kur shikoj edhe një vlerësi maksimal që bëhet nga klubi i sportit, nga kolegët e tij, shokët e tij, miq të afërmit dhe sidomos edhe nga bashkia e Fierit, e cila e ka vlerësuar shumë figurën e tij. Kejti është 12 vjeç, është trashëgimtari i Arturit, por është lipi i Gjergjit. Si ndihesh për këtë fakt që je lipi një trajneri të madh dhe një figurë të madhe të sportit në qytetin e Fierit, dhe çfarë kujtohet kur ecim të pasti ose në ndeshjet kur e zhvillonte me sportistët? Isha shumë krenar që isha nipi Gjergj Kasës dhe më kujtohet momentet kur i shkoja nga pranë, që rrimi shumë gjitur, më kapte në kokë, më përkëdhelte për sportin, më thoshte që duhet të kesh shumë vullnet që të bëja sportist, të bëja basketbollist shumë i mirë, i njohur në të Shqipërinë si gjyshi im dhe si babë. Për gjithë të kontribut, unë mendojmë që në ambientet ku stërvitet klubi, në ambientet e klubit ku stërvitet boksi Fierak, ajo palesë shumë e thjesht, po që është larë me djersën e këtia, Gjergjit me gjakun e këtia, unë mendoj, kam mendimin që t'i bëjmë një propozim dhe Këshill Bashkiak dhe kryetari i bashkisë, që asaj palesës ka që thjesht, po kur kuptim plot për Gjergjin, të marrë emrin palestra e Gjergji Kasës, që të rjetën ja përkushtoj këtij sporti kaq të dashur dhe burrënor. Në jetë ka njerëz që edhe pse jetojnë të duket se ngjajnë me të vdekurin, ndërsa ka të tjerë që edhe pse nuk jetojnë të duket se janë gjallë për nga vlerat e tyre. Ju edhe faleminderit një herë për këtë sensibilizim që i bëni sportit Fierak. Sporti i boksit në Fier rilindi në vitin 91, mbasi historikisht Fieri nuk ka pasur
ekipe boksi. Ka pasur disa kokra, si Sotir Ziu apo Ernest Koka, por si ekip nuk ka pasur. Aktualisht, ekipet e boksit të Fierit janë në vargëzim të plot që nga ekipet e pionerëve, ekipi kadetëve, gjatë gjithë kampionateve kombëtare të zhvilluara për të gjitha grup moshët, Fieri ka predominuar. Është në elitën e boksit shqiptar. Por e keqja tek ekipet tona të boksit është sepse kemi një hemoragji të madhe. Na janë larguar mbi 25 kampion kombëtar në të gjitha grup moshat. Aktualisht nuk jemi në gjendje të keqe, jemi në gjendje të mirë, por duhet që të jetë një ndihmës më e madhe në drejtim të ambienteve sportive. Arsye sepse neve mund të bënim disa aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare në Fier, por mungesa e një pallati sportit është e pajustifikueshme për këdo. Gjergji Kasaj është njëri prej atyre që edhe pse koha ikël, ai mbetet në piedestal, me vlerën që la pas, për të kujtuar gjithmonë me respekt dhe kujtesën e admirueshme për të. Lavdëmir Gjergji Kasaj, miku i mirë dhe miku i madh i sportit shqiptar.